Habit studimi I fundit. Dëmi që I shkaktoi në shëndetit ushqimet të skuqura. Mishi I skuqur I pulës dhe patatet e skuqura janë padyshim shumë të shijshme, ama konsumi I tyre në doza të larta mund t'ju kushtojë shëndetit. Këtë e thot një studim I ekspertëve të Universitetit të Iowas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjetjet e studimeve tregojnë se personat që hanë më shumë se një racion ushqime të skuqura në javë për më tepër rrezikohen nga sëmundjet e zemrës në mënyrë të parakohshme. Ndikimi është më I madh tek femrat. Sipas të dhënave, studimet e mëparshme kanë konfirmuar lidhjen e ushqimeve të skuqura me obezitetin dhe nivelin e lartë të kolesterolit. Në studim që zgjati nga viti 1993 deri në vitin 2017, u analizuan 107.000 persona të moshave nga 50 deri në 79 vjeç. Gjatë këtyre dekadave, 31.588 persona pësuan një humbje të jetës të parakohshme në zemër ose nga shkaqe të ndryshme shëndetësore.